Alianța Kuqezi nis sot fushatën në çdo derë dhe në çdo shtëpi të qarkut të Vlorës për të bërë thirrje dhe apel shqiptarëve etnik gënjak të votojnë kundër rilindjes greke. Vlora nuk e ka njohur kurrë një fyerje aq të madhe sa kandidimi i 3 deputetëve grek në këtë qytet. Vlora do të votojë kundër rilindjes greke, e cila I la shqiptarët vlonjak pas listave të Partisë Socialiste. Edi Rama nuk duhet të dorëzohet pa kushte shërbimit sekret grek dhe të shkatrojë vlerat e qytetit të flamurit. Për 100 vite nuk kishte njohur ndonjëherë Shqipëria një turp të tillë. Alianca Kuqezi merr sot përsipër publikimin e dosjeve të gjithë kandidatëve për deputet, të cilët kishin turp me qenë shqiptar dhe mohuan gjakun dhe origjinën e tyre shqiptare duke u shtruar në grek. Me vendim të gjykatës Tiranës numër 10105 të datës 21/11/2008, deputetja socialiste Luiza Gjuvani vendosi të lëri Komsinë shqiptare sepse I vinte turp me qenë me këto komsi dhe kërkoi me insistim të marrë Komsinë greke. Alianca Kuqezi deklaron dhe denoncon njëkohësisht kandidimin e 3 deputetëve socialistë të cilët kanë lënë Komsinë shqiptare dhe kanë bërë atë greke. Fatkeqësisht, listat e Partisë Socialiste janë zëvendësuar me grek duke hequr kandidatura shqiptare. Po ashtu listat e kandidatëve patriot shqiptar në Partinë Demokratike janë zëvendësuar me kandidat për deputet të agimit artë. Fatkeqësisht shqiptari Arben Malaj u zëvendësua me greken Luiza Gjuvani. Fatkeqësisht shqiptari Arbeni Saraj u zëvendësua me grekun Andrea Marko. Fatkeqësisht patrioti çam Leonard Demi u zëvendësua me grekun Spiro Kseri dhe shumë grek të tjerë të cilët arrin në numrin 14 në listat e Partisë Demokratike, Partisë Socialiste dhe aleatëve tyre. Alianca Kuqezi do të publikojë në ditët në vijim të gjithë vendimet gjyqësore apo certifikatat e gjendjes civile, dosjet e atyre kandidatëve dhe politikanë, të cilët kanë pas për turp që të jenë shqiptar dhe në falsifikim dhe korrupsion të plot kanë marrë Komsinë apo në disa raste edhe shtetësinë greke. Shqiptarët duhet të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë misionin anti-shqiptar të Ramës dhe të Berishës. Shqipëria ka nevojë për një kuvend burrash. Një kuvend burrash shqiptar dhe alternativa e vetme është Alianca Kuqezi.